Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 30 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1905. Albert Einstein boton artikullin mbi elektrodinamikën e trupave lëvizës, në të cilin ai paraqiti teorinë e relativitetit. 1960. Republika e Kongos siguron pavarësinë nga Belgjika. 1971. Ekipi i 3 antarësh i fluturake sovjetike të hapësirës Soyuz 2 vdes në tentativën për të rihyrë në atmosferën e tokës, si pasojë e rënies së presionit të ajrit. Ata kishin caktuar një rekord të qëndrim në hapësirë prej 570 orësh e 22 minutash. 1974. Alberta King, nëna e liderit të drejtave civile të zezakëve në SBA, Martin Luther King, është vrarë gjatë një meshe kishtare. 1977. Shpërbëhet organizata Traktatit të Azisë Juglindore SEATO. Lindje 1801. Lindi Frederic Bastiat, ekonomist, teorist dhe antar i Asamblesë Franceze. 1893. Lindi Walter Woodbridge, politikan komunist gjerman. 1964. Lindi Jürgen Klinsmann, futbollist dhe trajner gjerman. 1966. Lindi Mike Tyson, boksier amerikan. Vdekje 1974. Vdik Vannevar Bush, inxhinier dhe politikan amerikan. 1976. Vdik Firpo Marbury, lojtar bejsbolli amerikan. 1984. Vdik Lillian Hellman, dramaturg amerikan. 1993. Vdik George Spunky McFarland, aktor amerikan. 1993. Vdik Wong Kar-wai, këngëtar nga Hong Kongu. 1995. Vdik Gale Gordon, aktor amerikan. Tani u ftoj të ndiqni biografinë e Alexander Prostit, i cili njihet gjërësisht me emrin Sander Prosi. Ai ka lindur më 6 janar të vitit 1920 në Shkodër dhe ka ndëruar jetë më 25 mars të vitit 1985 në Durrës. Ai ka qenë aktor i teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Biografia: u lind në Shkodër më 6 janar të vitit 1920. Familja e tij u shpërngul drejt Tiranës kur ishte 14 vjeç dhe atje mbaroi shkollën fillore dhe vazhdoi gjimnazin e Tiranës. Drama e parë në të cilën mori pjesë ishte Wilhelm Tellmi. Me bursë shtetërore shkoi për studime në Austri për stomatologji, por nuk e përfundoi dot shkollën. Në vitin 1947 merr pjesë në konkursin pranë Teatrit Popullor dhe fiton atë. Që këtu fillon dhe veprimtaria e tij e gjerë dhe larmishme artistike. Më 25 mars të vitit 1985, Sander Prosi ndahet nga jeta, ndërsa ishte në xhirimet e filmit Pranverë e hidhur. Ky aktor krijoi mbi 85 role në 75 vepra të autorëve si Çajupi, Jakova, Levonja, Kadarella, Pulaha, Golli, Giovanni dhe mjaft autor të huaj si Shakespeare, Schiller, Çehovi e të tjerë. Interpretoi në rreth 30 filma ku krijoi role të tilla që kanë hyrë në fondin e qëndrueshëm të teatrit dhe kinematografisë tonë. Përvoja që ky aktor krijoi dhe përpunoi gjatë 35 viteve të krijimit në më shumë se 100 role, bashkë me përvojën e aktorëve të tjerë të këtyre përmasave, përbën atë universitet nga lindi e u zbulua shkolla kombëtare e interpretimit skenik e filmik. Krijimet e Sander Prosit zbulojnë jo vetëm vlerat e artit të aktorit në ekran, por edhe mjeshtërinë e tij të lartë skenike. Ato janë studiuar e të vazhdojnë të studiohen dhe të zbërthehen më tej, pasi janë të pasura me vlera të mëdha kombëtare. Ai është nderuar me titullin e lartë Artisti i Popullit,
me çmime të Republikës dhe urdhra e medalje të tjera. Në 25 vjetorin e vdekjes së aktorit Sander Prosi, presidenti i Republikës e ndaroi ato me urdhër deri i kombit. Në 24 shkurt të vitit 2017, aktori Sander Prosi u nderua me urdhrin Gjergj Kastriot Skënderbeu pas vdekjes. Për herë të parë, interpretoi në vitin 1948 në komedin Perfekti të Besim Levonjës në rolin e Shaqiragës, luajti për krah Mihal Popit, Loro Kovacit dhe Marie Logorecit. Më pas vazhdoi me role të tjera nga dramaturgjia kombëtare dhe botërore. Në teatr ka interpretuar tek Cuca e Malve, Orët e Kremlinit, Hamleti, Fytyra e dytë, Doktor Pacienti, Otello, Macbethi, Epoka para gjyqit, Generali i ushtrisë së vdekur, Familja Peshkatarit, Çatja e të gjithëve, Revizori, 14 vjeç tëndër, Gratë gazmore të ujtësorit, Rënjet e thedha, Xhavanja e të tjerë. Pas vitit 1961, rolet e tjera i takojnë kinematografisë në filmat Debatik, Detyre posaçme në vitin 1963, Vitet e para në vitin 1965, Horizonte të hapura në vitin 1968, Plak të vjetra në vitin 1968, Guximtarët në vitin 1970, Gjurma, I teti në bronz në vitin 1970, në vitin 1971, Mëngjes e lufte, Yjet e netëve të gjata në vitin 1972, Shtigje lufte në vitin 1973, Generali i ushtrisë së vdekur në vitin 1975, Në fillim të verës në vitin 1976, Përballimi në vitin 1976, Fiet që priten në vitin 1977 dhe po në këtë vit ka luajtur dhe njeriu me top, ndërsa në vitin 1978 ka luajtur General Gramafonin. Në vitin 1979 në Udhën e shkronjave dhe Yje mbi drin. Në vitin 1980 ka interpretuar në filmin Vajzat me kordele të kuqe, Plumba perandoret. Le të themi që ai ka pasur një krijimtari mjaft të madhe dhe cilësohet si një nga aktorët më të mëdhenj shqiptar. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth qufurit, vlerat që ai jep trupit tonë, çfarë sjell mungesat e këtij minerali kaq të rëndësishëm dhe disa fakte interesante rreth tij. Qufuri, simboli i tij është S, numri 16 midis fosforit dhe klorit në klasifikimin periodik të elementeve. Qufuri ka natyrë të bollshme. Ajo paraqitet ose në gjendjen e saj natyrore, ose në format e sulfurit dhe sulfateve. Rolet biologjike. Qufuri është një pjesë e 7 elementeve të njohur gjithashtu si makroelement, si kalcium, kalium, fosfor, qufur, natrium, klor dhe magnez. Qufuri luan një rol të madh në organizëm pasi është pjesë e molekulës që ekziston në të njëjtën kategori si karboni, hidrogjeni, oksigjeni dhe azoti. Në qenjet njerëzore, qufuri luan një rol në funksionet e ndryshme thelbësore si një agent, regulator i sekrecioneve bilare, stimulues i sistemit të frymarrjes, neutralizon toksinat, ndihmon në anulimin e tyre dhe është antialergjik. Qufuri është i pranishëm në të gjitha qelizat. Ai gjithashtu luan një rol në strukturën e proteinave, frymëmarrjes dhe qelizave. Kontributi i tij bëhet kryesisht nga 2 aminoacide, cisteina dhe metionina. Përbërja e qufurit luan një rol të madh në parandalimin e kancereve të caktuara. Kërkesa minimale ditore për qufur është 100 mg për të rriturit. Ai gjithashtu punon në strukturat e proteinave dhe frymarrjen e qelizave. Qufuri është kështu i rëndësishëm për përbërjen e strukturës së proteinave. Më saktësisht dhe shkencërisht është një element i strukturës terciare të proteinave. Qufuri është përbërës thelbësor i aminoacideve metionin dhe cistin, të disa vitaminave, tiamin ose B1 dhe biotin ose B6 dhe të një koenzim A, e cila vepron në shumë metabolizma. Qufuri është një element gjurmë veçanërisht i dobishëm në detoksifikimin e mëlçisë. Përveç kësaj, përdoret shpesh për disa aplikime terapeutike dhe burime termike. Të gjitha organet kanë nevojë për qufur, por disa që kanë nevojë më të madhe janë mëlçia dhe veshkat. Mëlçia, e cila është pa kontekst mjeti mbrojtës më i rëndësishëm,
pasi jo vetëm që filtron dhe eliminon mbeturinat siç bën pajisjet e tjera mbrojtëse, por gjithashtu është në gjendje të neutralizojë nëse është i shëndetshëm dhe funksionon mjaftueshëm substanca të shumta toksike dhe kancerogjene. Veshka gjithashtu eliminon mbeturinat e filtruara nga gjaku. Le të themi që këto organe mjaft të rëndësishme nuk do të punonin siç duhet nëse do të kishte mungesë të shufurit. Mungesa e shufurit, disa nga shenjat klinike, rritja më e ngadaltë e flokëve dhe thonjve, rrit ndjeshmërinë ndaj infeksioneve, zvogëlon mbrojtjen antioksiduese të komunikimit midis qelizave dhe membranave. Njerëzit që vuajnë nga mungesa e imunitetit, këto ishin disa nga shenjat që sjell mungesa e mineralit të shufurit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 30 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, gjatë pjesës së parë të ditës, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes, pritet shtimi i vranësirave, kryesisht në zonat malore dhe lindore, ku lokalisht mund të ketë rrjeshje të dobta e afat shkurtra të shiut. Në pjesën tjetër të territorit, moti do të mbetet kryesisht i kthjellët. Temperaturat do të pësojnë një ulje të lehtë krahasuar me ditët e mëparshme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare më të theksuara në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Gjatë ditës, pritet rreth 9 deri 11 orë me diell. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga dritimi veri perëndimor, me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit të Tiranë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë Celsius. Peshkopi 17 deri në 31 gradë. Tiranë 20 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 33 gradë. Kavaj 22 deri në 33 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 21 deri në 35 gradë. Korç 16 deri në 29 gradë. Vlorë 23 deri në 32 gradë. Gjirokastër 17 deri në 30 gradë. Sarandë 23 deri në 32 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 30 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë gjatë paradites me kthjellime dhe intervale me diell. Gjatë pasdites pritet zhvillimi i vranësirave, të cilat në disa zona mund të shoqërohen me rrjeshje lokale shiu dhe ndonjë shkarkesë elektrike. Temperaturat mbeten të larta, por në mbrëmje pritet një freskim i lehtë. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 16 deri në 34 gradë Celsius.
Podujev 15 deri në 33 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 34 gradë. Pej 16 deri në 34 gradë. Prishtinë 16 deri në 35 gradë Celsius. Gjakov 17 deri në 35 gradë Celsius. Malishev 17 deri në 35 gradë Celsius. Gjilan 16 deri në 34 gradë Celsius. Ferizaj 16 deri në 34 gradë Celsius. Kaçanik 15 deri në 33 gradë. Suarek 17 deri në 35 gradë. Prizren 17 deri në 35 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.